Në një tjetër përplasje për mediat, presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj revistës Time pas publikimit të numrit të fundit që i dedikojnë rolit të tij në ndërmjetësimin e armëpushtimit në Gaza. Edhe pse artikulli në brendësi e portretizonte Trump si një figurë kyçe të negociatave të paqes, vetë presidenti u shpreh se kopertina e revistës e kishte lënë një shije të hidhur. Në një postim në rrjetin e tij Truth Social, Trump shkroi se fotografia e përdorur nga Time ishte ndoshta më e keqja ndonjëherë. Ata më zhdukën flokët dhe në maj të kokës më lanë diçka që dukej si një kuror, por është jashtëzakonisht e vogël, vërtet e çuditshme, u shpreh ai, duke shtuar se me ironi se nuk i kishte pëlqyer kurrë të fotografojë nga këmbë poshtë, pasi e bënin të dukej keq dhe jo dinjitoz. Fotografia në fjalë tregonte Trump të fotografuar nga poshtë, me diellin që i ndriçonte kokën, në një kënd që sipas kritikëve i jepte imazhit një ton dramatik, ndërsa sipas vetë presidentit thjesht e deformonte. Trump ka një histori të gjatë me revistën Time, e cila e ka vendosur në kopertinë disa herë gjatë karrierës së tij politike. Vetëm vitin e kaluar ai u shfaq 4 herë në faqen e parë të saj dhe nuk ka fshirë kurrë dëshirën për të qenë pjesë e këtij prestigjhi mediatik, por marrëdhënia e tij me revistën nuk ka qenë gjithnjë pa polemika. Në vitin 2017, Time i kërkoi Trump të hiqte nga muret e disa prej pronave të tij kopertinat e reme të revistës që mbante portretin e tij, të printuara pa autorizim. Episodet e fundit, sipas analizëve të mediave amerikane, tregon edhe një herë raportin kompleks të Trump me imazhet publike dhe nevojën e tij për kontroll total mbi mënyrën se si paraqitet në sytë e publikut. Me gjithë polemikën, numri i Time ku Trump shfaqet në kopertinë për temën e paqes në Gaza mbetet ndër më të lexuarat e javës në SBA, duke vendosur sërish emrin e tij në qendër të vëmendjes.